që prej kësaj të premteje më 1 maj, Shqipëria dhe Kosova kanë rikthyer zyrtarisht lëvizjen pa kontrolle kufitare për automjetet me targa të 2 vendeve. Masa do të jetë në fuqi deri më 30 shtator dhe pritet të ndikojë ndjeshëm në lehtësimin e qarkullimit gjatë sezonit veror, kur fluksi udhëtarëve rritet ndjeshëm. Sipas marrëveshjes së arritur mes 2 palëve, automjetet me targa shqiptare dhe kosovare do të kalojnë në pikat kufitare pa ndalesa dhe pa procedurat e zakonshme të kontrollit. Ndërkohë që për mjetet me targa të huaja do të aplikojnë vetëm verifikime të shpejta, me qëllim shmangjen e pritjeve dhe radhëve të gjata, veçanërisht në pikën kufitare Morin Vërmic. Ky regjim i lehtësuar rikthehet mbas një ndërprerje 2 mujore gjatë marsit dhe prillit, periudhë në të cilën u aplikuan kontrollet e plota. Megjithatë, edhe gjatë kësaj kohe, fundjavat dhe festat zyrtare shoqëroheshin me procedura të thjeshtuara për qytetarët e të 2 vendeve. Bashkëpunimi ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës në këtë drejtim ka dhënë rezultate të prekshme ndër vite, gjë e cila ka nxitur turizmin, lehtësuar vizitat familjare dhe forcuar shkëmbimet tregtare. Sipas raportimeve, vetëm në orët e para të së premtes, rreth 20.000 qytetarë kanë hyrë në territorin e Shqipërisë, shumica e tyre nga Kosova.